Me nisjen e sezonit turistik veror, autoritetet vendore në Pogradec kanë shtuar masat për garantimin e sigurisë në zonat e plazhit dhe në hapësirat ujore të liçenit të Ohrit. Fokusi i veçantë këtë vit janë marrëdhëniet me pushuesit dhe parandalimi i incidenteve që lidhen me përdorimin e mjeteve lundruese me motor, të cilat përbëjnë rrezik të drejtë për sigurinë e banorëve dhe turistëve. Policia kufitare ka intensifikuar kontrollet dhe patrullimet jo vetëm në ujë, por edhe nga toka. Për herë të parë këtë sezon janë vënë në funksion dron vëzhgimi që ndihmojnë në monitorimin e situatës. Bashkia e Pogradecit ka ndërmarrë masa konkrete për të ndarë qartë zonat e pushimit nga ato të lundrimit. Antarja Task Force-së së Bashkisë Pogradec, Enjela Karafili, ka sqaruar më në detaje planin për sigurinë. Bashkia e Pogradecit prej disa vitesh ka marrë përsipër komplet sigurinë e plazheve publike në të gjithë zonën. Kemi vendosur rrethimet, bobat e thellësisë, bobat ku duhet të shkojnë pushuesit me notë. Kemi vendosur rojet e plazhit në plazhet kryesore të Pogradecit. Rezulton që jemi dhe në fazat e fundit të kësaj përgatitje, pasi do vendosim dhe çadrat, po për shkak se si vjet do vendosim çadra të reja për shkak të amortizimit të atyre të mëparshme, besoj nga e hëna do filloj dhe vendosja e tyre. Dhe deri në fund të qershorit, pasi Pogradeci e ka pak të vonë plazhin, do jemi gati për gjithë sezonin. Vendbazimi për motorët e ujit është bërë gati, rrethimet ku ata do të kalojnë, korridoret hyrëse dalëse të tyre janë bërë gati, gjithashtu korridoret edhe të barkave me pedalina dhe të gjitha janë bërë gati. Ne kemi ngritur grupin e Task Force-s që përbëhet me policinë kufitare, policia e rendit, policia bashkiake dhe inspektor të taksave, të cilët monitorojnë, kanë filluar monitorimet pasi tani kanë filluar vendosja e plazheve publike, vendosja e çadrave të tyre, dhe më pas ne do të vazhdojmë me sigurinë përsëri të tyre dhe për vrojtuesit edhe të gjitha pikat që kërkon siguria e pushuesve në plazh. Masat janë pjesë e një plani të integruar të sigurisë që do të mbetet aktiv gjatë të gjithë sezonit turistik. Rastet emergjente do të trajtohen me reagim të menjëhershëm nga strukturat përkatëse, siç ndodhi vetëm pak ditë më parë kur policia kufitare shpëtoi 2 peshkatar të rrezikuar nga një stuhi e papritur. Monitorimi do të vazhdojë në të gjithë vijën liçenore shqiptare deri në përfundim të sezonit. Institucionet u bëjnë thirrje pushuesve që të respektojnë rregullat dhe të bashkëpunojnë me autoritetet për të garantuar një verë të qetë dhe të sigurt për të gjithë.